Parku arkeologjik i Apolonisë vijon të mbetet një nga destinacionet më të rëndësishme të trashëgimisë kulturore në vend. Ministri i Turizmit, Kulturës dhe Sportit, Blendi Gonxha, ka bërtëditur se gjatë vitit 2025 ky park ka mirëpritur mbi 125.000 vizitorë, çka konfirmon interesin e lartë për këtë sit arkeologjik. Sipas Gonxhes, koleksionet muzeore të Apolonisë po i nënshtrohen një procesi modernizimi dhe dokumentimi digjital me synimin ruajtjen dhe prezantimin e tyre sipas standardeve bashkëkohore. Paralelisht, vijon puna për ndërtimin e qendrës së re të vizitorëve, e cila pritet të ofrojë shërbime më të mira dhe një përvojë të përmirësuar për të gjithë publikun dhe vizitorët që kërkojnë të vizitojnë parkun arkeologjik të Apolonisë. Apolonia ndodhet në jugperëndim të Fierit dhe përfaqëson një nga qytetet antike më të mëdha në territorin e Shqipërisë. Si një nga qendrat më të rëndësishme të botës antike mesdhetare, ajo konsiderohet një nga perlat e trashëgimisë arkeologjike shqiptare. Sipas arkeologëve, vetëm rreth 10% e territorit të qytetit antik është zbuluar deri më tani nga kërkimet.